Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Erik dhe mirë se vini në Lade's Story. Sot do të flasim për një nga sekretet më të ruajtura në planet. Diçka që fshihet në nakurin e Alaskës dhe që mund të rishkruajë të gjithë historinë njerëzore. Pa humbur kohë, le të zbulojmë të vërtetën pas piramidës së Zezë. Në shkretëtirën e ngrirë të kufirit fundit Amerikës, fshihet një sekret aq i thellë, aq tronditës, saqë vetë themelet e historisë njerëzore dridhen në ijen e tij. Ajo që do të zbuloni tani, do të sfidoj gjithçka që keni menduar se dini për të kaluarën tonë të lashtë dhe do t'ju bëj të pyesni veten nëse jemi vërtet vetëm në këtë univers. Kjo është historia e piramidës së Zezë të Alaskës. Një strukturë kolosale e varrosur thellë në nakull, më e madhe se piramida e madhe e Gjizës, më e vjetër se vetë qytetërimi i regjistruar njerëzor, por më e frikshme se madhësia e saj, është arsyeja pse ushtria më e fuqishme në botë dëshiron me çdo kusht ta mbajtë fshehur. Historia jonë nuk fillon në tundrën e ngrirë të Alaskës, por mijëra kilometra larg, në shkretëtirat e Qinës. Është data 26 maj 1992. Toka dridhet kur një armë bërthamore shpërthen nën tokë duke dërguar valë sismike që përhapen nëpër planet si valë uji në një liqen kozmik. Mijëra kilometra larg, në instalimet ushtarake të Alaskës, sismologët shikojnë ekranet e tyre të habitur. Valët sismike kanë zbuluar diçka që nuk duhet të ekzistojë. Douglas Mutler, ish oficeri i inteligjencës ushtarake, tregoi: "Isha i stacionuar në Fort Richardson kur ndodhi. Po monitoronim testin kinez si gjithë të tjerët, por ajo që gjetëm ndryshoi gjithçka." Douglas Mutler, një oficer i dekoruar i inteligjencës ushtarake, ishte gati të ndeshej me zbulimin e shekullit. Ndërsa valët sismike përplaseshin në shtresat nëntoksore të Alaskës, ato krijuan një pamje që sfidonte çdo shpjegim racional. Një strukturë masive, gjeometrikisht perfekte në formë piramide, e varrosur rreth 80 kilometra në jug-perëndim të malit McKinley. Mutler shtoi: "Leximet ishin të pagabueshme. Kjo nuk ishte një formacion natyral, kjo ishte arkitekturë. Arkitekturë e lashtë dhe ishte gjigande, më e madhe se gjithçka që kishim parë ndonjëherë." Por Douglas nuk ishte i vetmi që pa këto lexime. Brenda pak kohësh, zbulimi nxiti një zinxhir ngjarjesh që arriti deri në nivelet më të larta të qeverisë dhe u zhduk në hijet e sekreteve më të thella shtetërore. 6 muaj më vonë, një televizion lokal në Alaska e publikoi lajmin. Për 47 minuta të sakta, e vërteta u transmetua në të gjithë botën. U raportua se ishte zbuluar një piramidë masive nëntoksore, se ekipet e ndërtimit ishin mobilizuar, se po ndërtoheshin ashensor dhe tunele hyrëse. E por atë ndon heshtje totale. Përpjekjet e Douglasit për të hetuar më tej u përplasën me një mur çelçi burokratik. Kur ai u përpoq të hynte në dokumente qeveritare që lidhnin zbulimin, u shfaqën 2 zyrtar misterios, burra me kostume të errta. Ata informuan se niveli i sigurimit të tij ishte i pamjaftueshëm. Për 20 vjet, Douglas i mbajti këtë barë vetëm, peshën e një të vërtete që mund të revoluciononte kuptimin ton për qytetërimin njerëzor, e mbyllur në kasafortat të klasifikuara të ushtrisë. Por e vërteta, ashtu si uji, gjithmonë gjen një rrugë për të dalë në sipërfaqe. Në vitin 2012, gazetarja inteligjente Linda Moulton Howe, e njohur për kërkimet e saj mbi UFO-t, mori një telefonat që do të çante 2 dekada heshtje. Douglas Mutler ishte gati të fliste. Linda Moulton Howe tha: "Kur Douglas më kontaktoi për herë të parë, frika i dëgjohej në zë. Ishte një njeri që i kishte shërbyer vendit të tij me nder, por nuk mund të rrinte më i heshtur. Pasojat ishin tepër të mëdha." Por Douglas nuk ishte i vetmi. Ndërsa fjala u përhap në rrjetet të fshehta studiuesish dhe teoricienëve konspirativ, edhe zëra të tjerë filluan të dilnin nga errësira. Zëra që ishin heshtur për dekada. Bruce Pearson, djali i një piloti helikopteri, tregoi se babai i tij ishte rekrutuar në vitet 60 për atë që ju thueshte se ishte një mision rutin furnizimi. Në vend se kësaj, ai u ul në një vend gërmimi sekret, ku rrojet armatosur me uniforma të zeza mbikëqyrnin shkarkimin e arkave misterioze. Bruce Pearson tha: "Babai im nuk foli kurrë për atë që pa atje, jo derisa ishte në shtratin e vdekjes. Tha se e kishte ndjekur gjithë jetën. Ai përshkroi një strukturë të lashtë që nuk duhet të ekzistonte, e mbushur me personel ushtarak dhe shkencëtar. Pastaj doli në skenë kapiteni i returuar i Marinës Amerikane, që i kishte menaxhuar instalimet radar sekrete në vitet 1980.
Ai raportoi shqetësime masive elektromagnetike pranë liçenit Menchamina, ndërhyrje aq të fuqishme sa ndërprisnin avionët dhe sistemet e komunikimit në të gjithë rajonin. Kapiteni I rreturuar tha: "Në nënshkrimi elektromagnetik nuk ngjante me asnjë gjë që kishim në bazat e tona. Ishte sikur diçka gjigante po tërhiqte energji nga thellësitë e tokës. Kur e raportova, më kërcënuan me gjyq ushtarak." Ndërsa dëshnitë shtoheshin, filloi të formohej një pamje gjithnjë më shqetësuese. Kjo nuk ishte thjesht një piramidë. Kjo ishte një strukturë që tej kalonte mrekullitë inxhinierike të Egjiptit, duke I paraprirë qytetërimit të njohur me miliona vite. Por kush mund të kishte ndërtuar atë? Dhe më e frikshmja akoma, pse ushtria më e fuqishme në botë dëshiron me çdo kusht ta mbajtë fshehur? Dr. Sarah Chin, arkeologe teorike, tha: "Nëse dëshmitë janë të vërteta, kemi të bëjmë me prova të një kapaciteti teknologjik që tej kalon çdo gjë që dim për qytetërimet e lashta. Precizioni, për masat, vetitë elektromagnetike, kjo sugjeron ndërtues me njohuri që I kemi humbur në kohë." Pastaj erdhën në raportet më të shqetësuese. Persona që pretendojnë se kanë aftësi psikike, të quajtur shikues në distancë, filluan të raportojnë vizione nga brenda piramidës. Ata përshkruan dhoma gjigande, të mbushura me teknologji përtej kuptimit njerëzor, dhe më tronditësja e të vërtetave, prania e entiteteve jo njerëzore. Implikimet ishin marramendita. Nëse është e vërtet, ky zbulim nuk do të rishkruante vetëm librat e historisë, do të shkatronte kuptimin ton themelor për vendin e njerëzimit në univers. Por piramida e zezë e Alaskës nuk ishte e vetme. Ndërsa kërkimet thelloheshin, doli një patern I frikshëm. Struktura të ngjashme po raportoheshin në të gjithë botën, gjithmonë në vende të largëta, gjithmonë të ruajtur striktësisht, gjithmonë të mbuluara nga mohimi oficial. Në vitin 2023, Dr. Mir Verlag pretendoi se kishte zbuluar piramida gjigante prej xhami në Trekëndshin e Bermudave, struktura 3 herë më të mëdha se piramida e Gjizës, që shtrihen heshtur në fund të oqeanit në thellësi të 2000 metrash. Në Bosnja, Dr. Sam Osmanikac ngropi një kompleks piramidash që ai pretendoi se ishte 30.000 vjeç, me beton më të fortë se materialet moderne dhe me veti elektromagnetike të pashpjegueshme. Edhe në shkretëtirën e ngrirë të Antarktidës, imazhet satelitore zbuluan anomali gjeometrike në nakull, struktura që disa I konsiderojnë piramida masive, të mbajtura sekret nga traktatet ndërkombëtare. A është e mundur që qytetërimet e lashta të kishin teknologji më të avancuar se e tona? Përgjigja mund të qëndrojë në vetitë unike të vetë formës së piramidës. Dr. Viktor Grabenikov studioi atë që e quajti efektin e strukturës së zbrazët, duke sugjeruar se format piramidale mund të gjenerojnë fusha antigraviteti. Në Rusi, një piramide 140 tonshe, e ndërtuar pranë Moskës, demonstroi veti të jashtëzakonshme, shërim të përshpejtuar, reduktim të razjatimit dhe edhe një influencë ndërmoti. Studimet moderne për kristalet dhe efektet piezoelektrike sugjerojnë se piramidat, sidomos ato që përmbajnë kristale, mund të funksionojnë si stacione gjigante energjie, kolektor dhe transmetues natyral që shpërndajnë energji në distanca të mëdha. Por nëse këto struktura janë gjenerator energjie, çfarë po furnizojnë ato? Dhe më e rëndësishmja, a janë akoma aktive? Sot, dekada pas zbulimit fillestar, Alaska vazhdon të zbulejë sekretet e saj me ngurtësi. Në vitin 2023, studiues të NOAA zbuluan një objekt misterios të artë në bregjet e Alaskës, një sferë perfekte, ndryshe nga e njohur në biologji. Ndërkohë, Observatori I vulkaneve të Alaskës zbuloi edhe një fakt tronditës, një sistem kalderash masive nën ishujt Aleutin, që sugjeron ekzistencën e një supervulkani me përmasa të paprecedentura. Sipas disa studiuesve, koha e këtyre zbulimeve nuk ishte rastësi. Ndërsa dëshmitë rrithnin në internet, reagimi publik ishte I menjëhershëm dhe I ndarë. Besimtarët I panë si prova të teorive të astronautëve të lashtë dhe mbulesave qeverisë. Skeptikët I hodhën poshtë si fantazi dhe teori konspirative. Mediat kryesore I injoruan kryesisht këto histori, por studiues alternativ dhe hetues në YouTube I mbraçuan ato, duke gjeneruar miliona shikime dhe debate të nxehta në komentet online. Burimet oficiale vazhduan të mohonin asnjë njohuri për struktura nëntoksore në Alaska. Zëdhënës të Pentagorit I quajtën pretendimet spekulime të pabazuara dhe mite interneti. Por madje përmund e aspekti më I frikshëm I kësaj historie nuk është ajo që kemi zbuluar, është ajo që mbetet e fshehur. Nëse dëshmitë janë të vërteta,
Nëse piramida e zezë e Alaskës ekziston vërtet, atëherë duhet të përballemi me një realitet të pakëndshëm. Ne nuk jemi qytetërimi i parë i avancuar në këtë planet. Ne nuk jemi vetëm në univers, dhe ata që qeverisë vorrën tonë na kanë gënjuar për dekada. Diku në nakullin e pafund të Alaskës, në dhoma të mbyllura prej mijëra vjetësh, piramida e zezë pret. Ndërtuesit e saj mund të jenë zhdukur, apo mund të ecin ende mes nesh. Qëllimi i saj mund të jetë dashamirës, apo mund të përfaqësojë një kërcënim përtej çdo kuptimi njerëzor. Ajo që dim me siguri është kjo. Zbulimi më i madh arkeologjik në historinë njerëzore mund të jetë bërë madje tani. Pyetja nuk është nëse e vërteta do të dalë në dritë. Pyetja është, a do të jemi gati kur të ndodhë? Piramida e zezë e Alaskës mbetet një nga misteret më të kontradiktore dhe më të magjepsese të kohës sonë. Pavarësisht nëse besoni dëshmitë e personelit ushtarak,